Të nderuar xhamatli, jemi në vazhdën e shpjegimit hadithit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, hadithi i cili na i mëson neve shtyllat e imanit. Asa të nevojshëm jemi që ti vendosim mirë shtyllat e imanit, që të përgatitemi dhe ta bëjmë hazër valixhen për te Allahu te bareke ve teala. Muhamedi alayhi salatu wassalam pyetej nga ana Xhibrailit e Muhamedi alayhi salatu wassalam përgjigjej. Pyetja e parë ishte çka është Islami, dhe këtë çështje e përfunduam sa pa të mundësi. Pyetja e dytë ishte çka është imani o Muhammed alayhi salatu wassalam. Tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, imani është i besosh Allahut edhe me laçeve të tij. E ne jemi ndalë të fjala e Muhammedit alayhi salatu wassalam dhe me laçeve të tij. Çka janë me laçet dhe pse obligohemi të besojmë me laçeve? Përmendëm se me laçet janë krijesat Zotit te bareke ve teala të krijuara prej nurit, prej dritës, kanë forma të mëdha dhe janë rob të Zotit xhelel xhelalu. Nuk adhurohen, por respektohen, nderohen dhe dihet si madhështi e Zotit që ai i ka krijuar ato. Andaj ne besojmë me laçet dhe besojmë se universi është shumë i lidhur me laçeve për shkak të detyrave të shumta çka i kanë me laçet e Allahut te bareke ve teala. E tani do të përmendim në pika shumë të shkurtra se cilat janë dobit që Zoti jon te bareke ve teala na ka ngarkuar me i besu me laçeve. Pse Allahu xhelal na ka ngarku dhe na e ka bërë shtyll të imanit me i besu me laçeve. Çka përfitojmë na si njerëz që besojmë në ekzistencën e melaçeve dhe se bota është e lidhur me melaçe, me ngarkesën që u ka bërë Allahu te bareke ve teala. Gjëja e parë që ne e përfitojmë nga ekzistenca dhe besimi në ekzistencën e melaçeve është se Zoti jon te bareke ve teala nuk e ka bërë këtë dunja që të funksionoje jashtë ligjeve të botës tjetër. Pra botën që na e shohimi është një botë tjetër e cila ka shumë ndikim te kjo. Dhe ajo është bota e melaçeve. Pra ti e sheh shiun, po nuk e sheh melekun. Ti e sheh rret, po nuk e sheh melekun. Ti e sheh njeriu i cili është formuar në mitrën e nanës, po nuk e sheh kujdesin e melekut. Ti e sheh njeriu se si ruhet prej fatkeqësive dhe thue ishte fat që filani nuk e shkeli kerri, ishte fat që filani nuk e zuni smuja. Po ti nuk e sheh melekun i cili ka bë pengesë për mos ta rroke keqja. Allahu Allahu xhelel xhelalu lehu muaqibatun. Allahu ka melaçe që shkojnë para pas njeriu. Yahfazunahu min amrillah, e ruajnë nga çështja e Allahut, nga emri i Allahut dhe urdhri i tij. Andaj çështja e parë që ne e përfitojmë nga besimi jon me laçe cila është se ne e dimë se kjo dunja s'është që funksionon vetvetiu. E as që ka ligje si shtojnë fizikantët se ajo punon si sahati. Jo, këtu ka ndërhyrje të melaçeve dhe kjo ja shton besimin muslimanit. Dhe ja shton forcën muslimanit se kjo dunja nuk funksionon vet. Ka dikush që ndikon mbi ta. Dhe ajo është ndikimi me laçeve me urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. E dyta prej dobive që besimtari i merr nga besimi me laçe, cila është se Allahu xhelel xhelaluhu e ka kudretin e madh. I shtohet njeriu të besimi në kudretin e Allahu xhelel wala. Ka krijuar Allahu melek nga nuri. Nga nuri, ati dritën së në prek. Dritën së në prek. Nga se është krijesë e hollë shumë. Në s'ki mundësi me e prek. Andaj Allahu japi kësaj drite, apo për asaj të cilën na nuk e njohim, ka kriju melek, të cilat i bajnë ibadet Allahu gjelluala vazhdimisht, pandar që ishte Allahu te bareke ve teala, la jefturun, s'nalën kur, fare nuk nalën. Andaj kjo është ton imanin në Allahu gjelluala, se si ka kriju Allahu prej krijesave të mëdha të Zotit te bareke ve teala, sikur që tha për Xhibrailin, dhu mirra, ajo shumë i heshëm, shumë i bukur, shedidul quwa, fuqiti ka shumë forta, e kështu me radhë. Andaj le ta shtojmë besimin ton Allahu xhelala duke e ditë se nuk jena veç na. Por Allahu ja ka kriju shumë krijesa. Dhe Allahu xhelala krijesat i ka bërë laraman. Dika na ka bërë shumë fort, dika na ka bërë shumë dop, për ta treguar se këta i cili ka nda fuqi i cili është Allahu xhelala. Sikur që e kemi te pasuri, dika na ka bërë të pasur, dika na e ka bërë fukara, që me të kallzu tije. Pasanik e ati tjetrit fukara, si e ti që e ke zgjedh këtë punë, është dikush tjetër. Sepse ti është një njeri dopt ka shumë pare, e një njeri të fortë ka pare hiç. Është një njeri torollak ka pare, një njeri të inteligent ka pare.
Dhe kjo çfarë argumenton? Se ai i cili ka ndikuar në këtë ndarje s'është njeri, është Allahu subhanahu wa taala. Andaj ne e shtojmë besimin ton në Allahun xhelalu ala se çfarë krijon prej krijesave të mëdha. Andaj tha Allahu xhelalu yezidu fil khalqi ma yasha. Zoti krijon dhe shton krijesa çka doje. Subhanahu wa taala. Tjetra që është shumë e rëndësishme për neve, edhe ajo është se bota e qiellës është botë e hajrit, botë e mirë, botë fisnike, sikur që tha Allahu te bareke ve teala bi aidi safara kiramin barara. Tha këtë Kur'an e mbajnë melek të cilat udhtojnë me ta, safara kiramin barara, janë ndershme, janë fisnike, janë bamirse. Pro bota e qiellit është botë e qetë, s'është si toka. Andaj shikon me laçet. Min njëherë se ju ka thënë Allahu xhelalu ala inni ja'ilun fil ardi khalife. Unë pe bajnë insan në tokë. Min njëherë kanë thënë e ja'lu fiha me yufsidu fiha wa yasfiku dima. O Allah, pse pe krijon një insan? Pse pe krijon një këtë mëkams? Ban fesad kë. Ky ban fesad, ky ban gjunak, ban krim. Dhe ajo ka ndodhur. Ajo ka ndodhur. Por me laçet pse thanë çashtu? Se ato veç të mirën e dojnë. Ato veç të mirën e dojnë, nuk dojnë sharr. E kjo neve na ndihmon që ta dim se ajo që ka Allahu e zbret për e melaqeve është krejt hajr, dhe se universi mbushet prej hajrit ma shumë se sa pi sherrit. E vetë mja anë që vjen sherri janë insani. E vetë mja anë që vjen sherri është insani. Vetë aje ka bo sherri në dunja. Andaj melaqet më njerë kanë reagu, Allah ka thonë ki ka me bo sherr, ki ka me bo të keqe. Dhe pasaj është faqe dhe iblisi, është faqe dhe shejtani. Andaj ta dim se bota e qiellit është botë e hajrit, dhe shpresojmë te Allahu te bareke ve teala. Andaj tha Allahu xhelal, andaj tha pejgamberi alayhis salam, o Allah, krejt hajri o te ti, wa sharru laysa ilayk, sharri ti s'ka. Andaj prej lart nuk vjen sharr, prej lart nuk vjen sharr. Ka mundësi me ardh dënim, por dënimi nuk është sharr. Dënimi kriminalit o hajr, frenimi i të keqit o hajr. Andaj Allahu xhelal ka mundësi me lekun e ngarkon me e dënu dikan, por kjo o hajr. Pse? Sepse frenimi i keqbërcit o hajr, ndërsa dhënia e hapësirës të mirit është mirësi. Andaj ta kuptojmë se bota e lartë, a ninat e zhurmë, a nin potere? Jo, potere ku anë në tokë, gjakderë ku anë në tokë, e keqja ku anë në tokë, vrasje ku anë në tokë. Ku i ba gjuna Allahu xhelal? Në tokë. Andaj Zoti jonë te bareke ve teala ka po botën e qiellës, botë e cila është e qetë. Pse është e qetë? Sepse e ngojnë veç Allahu xhelal. Dhe mësimi tjetër dhe dobia tjetër që ka ardhur nga besimin me laçt Allahu xhelal, cila është se i jep kuvet besimtarëve në ibadet. I jep kuvet besimtarëve në ibadet. I ka thënë pejgamberi ton sallallahu alaihi wasallam Jibraili se në Beitul Ma'mur, shpinë ku bën hax qabët, me laçe ku bën hax lart atje në qiell. Çfarë i ka thënë Jibraili? Ka thënë, o Muhammed, 70.000 melek vinë në ditë, dhe nuk vinë më kur deri në kiamet. Vazhdimisht. Dhe ka thënë alayhi salatu wasallam, çdo pllëm që ka në qiell është ose me melek në kam, ose në sejdë, ose në ruku. Që kjo çka i jep besimtarit? I jep kuvet. Atë përpara ka hajri. Mos u mastropi njerëz që ka bën sharr, se ka prej melaçeve që ka të përkrajin, që ti nuk e di. Andaj ka thënë alayhi salatu wassalam, njëri prej sahabe kur e ka pasur lexu Kur'an, ka thënë edhe pak me pas vazhdu, ka meleku të fol për dorë. Andaj le ti morrim botën e melekëve për motiv, për vullnet që të bëjmë hajër. Vallahi ti kur të falësh, kur agjeron, kur nalesh bi haramit, meleku do të vazhdo se në rrugt Allahu xhelalu. Andaj ti e gjen namazliun i qetë, andaj ti e gjen agjerusin i qetë, andaj ti e gjen haxhiun të qetë kur van hax, andaj ti e gjen atë që jep zeqat i qetë. Pse? Se meleku e shtin. Dhe ti e gjen atë që i ban sharr dhe krim dhe i lën farzët Allahu xhelalu i depresion vazhdimisht. Pse? Sepse Allahu xhelalu e ka përshkruajtur se ata e rrethon shejtanët. E shejtani ku do me quë? Në xhenem. Andaj besimtari duhet ta merr. Nëse s'ka rreth që e nxit për hajër prej njerëzve, le ta merr rrethin e melaçeve. Ata nuk ndalen kur për ibadet Allahu te bareke ve teala. Dhe tjetra prej dobive e cila është kur të lodhësh në ibadet, kur të harxhohen takatet, edhe kur të mendosh se u bane shumë ibadet, u fale shumë, agjerove shumë, bane haç shumë,
Kujtoje se me laqa kur fleti a i ban ibadet. Kur jeti të angër buk a i ban ibadet. Kur ti zbavitesh a jo ban ibadet. Pra mos mendo se ja ka dhënë hakin Allahu te bareke ve teala. Dhe kjo të ndihmon që me e thy nefsin. Kjo të ndihmon që me e dit kadrin. Kjo të na ndihmon neve mos me menu se na po fluturojna. Allahu ka kriju melek që fluturojnë. Allahu ka kriju melek me krah që fluturojnë. Nuk janë ndalin ibadetit. A na shiko? Na kena një gjumat tash, pastaj që njën 5 vakt. Dhe na duket se pale që kena ba. Qa ke ba Allah? Gjisorja ke dhënë Allahut, 23 gjimë që ki mojë për veti. Dhe na merë menja se na përshimë dhe na të ba shumë ibadet. Me laqa nuk ndalët as një sekund. Tha Allahu gjilola e fterun, s'ndalën fare s'ndalën. Kjo çka të banë? Kjo të banë me kuptu se unë nuk jam kurgushi. Andaj ta pejgamberi alayhi salatu selam, ju me punë të juve kur sonin në xhenet. E si dush me provoje. Rrin kam 24-7 tu fal. Rri, mos u rri, se të flinjet, ha të buk, pijet ujë, çko te evlat, thut pushoj pak. E ku mënove xhenetin me ble? I than ja Rasulullah, o kja vlen edhe për ty, se dhe ti flen. Dhe ti ka njerë pushon, tha edhe për mu vlen. E që shim xhenet ja Rasulullah? Tha na më shiron Allah me rahmetin e vet. Pse? Sepse Allahu ka dash për insanit, nuk e ka dash me lekun. Nuk e ka dash me lekun. Me lekun e ka kriju veç. A i s'nalët një badet. Ka dash për insanit diçka tjetër. Ka dash për insanit diçka tjetër. Cila është e që ka dash për insanit? Istighfari, kërkimi faljes. Me thonë o Zot unë jap hakin sa e kiti. A dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam hadith, la uhsi thana'an alejk, innaka kama athnayta ala nafsik. Tha pejgamberi alayhi salatu vesselam, o Allah, unë s'u falenderoj sa je i madh ti. Ti je i madh dhe të takon falënderimi sa e dit ti vetëm. Kështu duhesh me i thonë vazhdimisht Allahu subhanahu wa taala. Andaj adhurimi me lekve na nxjerr neve në pozitën tonë. Na sa bëjmë ibadet, shumë pak bëjmë ibadet. Sa e përmendim Allahun xhelala jashtë namazit. Kur çfarë shumë pak e përmenda. Sa i përmenda gjëra tjera. Sa i përmenda parën në ditë. Sa i përmend dyqanin në ditë. Sa i përmend gruajën në ditë. Sa i përmend evladin në ditë. Sa i përmend Facebookin në ditë. Sa i përmend kerrin tan në ditë. Apo gumat e kerrit gjithë ditë i përmend. Gjatët e mahallës gjithë ditë i përmend. E insanti morën na përgoj vazhdimisht. E ku met Allahu xhelel xhelalu? Wallahi mos më ka rahmeti Allahu xhelel këtë për xhenem nismi. Allah na ruaj nga xhenemi Zoti xhelel xhelalu. E lutem Allahun te bareke ve teala që Allahu te bareke ve teala na ban për atyre të cilët besojnë me laçet e Allahu xhelel xhelalu. E lutem Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelel xhelalu na dërgon gjithmonë me laçet që na nxisin nga e hajri, nga e mira, nga ibadeti i Allahu te bareke ve teala, dhe na ruan prej shejtanëve dhe prej xhineve dhe prej atyre kriminalëve, të cilat na shtin neve me bakeç.